Ju njohi me shtypin e ditës, e premte 20 qershor, në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni ligji për bashkëpronosin, si i bëhen banor pronar të hapësirave të përbashkëta. Qeveria miratoi para pak ditësh ligjin për administrimin e bashkëpronosisë në ndërtesa, që do të garantoj pronën private, bashkëpronosin si dhe sigurinë e ndërtesave në vetvete. Ligji ka si qëllim përmirësimin e menaxhimit të hapësirave të përbashkëta për të siguruar një cilësi më të mirë jetese për të gjithë komunitetin urban. Mandat besimi për të udhëhequr vendin drejt bashkimit evropian, socialistët bëhen bashkë në 34 vjetorin e EPS-s, Rama tregon objektivin më të afërt. Drejtësia shkak për debate në Strasburg, apeli Xhafaj dhe kërkesa e PD-s për pavarësi të gjyqësorit, mesazhi BE-s, të plotë të shkrimë gjeni në faqen 4 dhe 5 në brendësi të gazetës. Eci më tej me përfituesit e kredive të buta, raportim periodik në bank, afati, pajtimi i Kinës me SBA-t, prishja e marrëdhënieve Shqipëri-Kinë, raporti CIA-s më 1978, dënimi Abdyl Këllëzit nga Enveri. Eci më tej me një opinion nga Agron Gjekmarka e kronike një konflikti që deshëndezi Europën në flak, nga Jorgji Koti do të lexoni, japse refuzuam atëherë KSB-n, nga Adri Nurellari vjen opinioni, kriza e legitimiteti demokratik, të plot këto shkrime së bashku edhe me artikuj të tjerë gjeni në brendësi të gazetës Panorama. Vazhdoj më tej me Telegrafin që çelet me krye artikullin BE bllokon fondet për bujqësinë edhe për 2026. Dosja Krifca hedh në erë bujqësinë, pasi Olaf dhe Eurojust dorëzuan kallëzimet në SPAK, hetimet për vjedhjen e 138 milion eurove të IPARD-it u bllokuan. Frida Krifca u gradua në një detyrë të re, fermerët mbetën pa mbështetje dhe fondet të BE-s u ndalën si ndëshkim për korrupsionin e pandëshkuar. Rama, fitoria e zgjedhjeve, për të udhëhequr vendin drejt bashkimit evropian. Kryeministri Edi Rama njëherë shkreu i mazhorancës zhvilloi një takim me rastin e 34 vjetorit të themelimit të EPS-s. Ai falenderoi socialistët për fitoren, e cila është e lidhur me një mandat besimi për të udhëhequr vendin dhe për të antarësuar Shqipërinë në BE brenda kësaj dekade, duke përballuar me sukses peshën më të madhe të procesit të antarësimit në BE. Censura e medias, Komisioni Evropian vendos afat, nuk ka hapa të mëtejshëm pa miratuar ligjin e medias për lirinë e shprehjes. Enrico Ceko, ligji për koncesione në Republikën e Shqipërisë mbetet një ligj problematik dhe abuziv që eliminon garën e hapur. Çetat e mikrokredive, SPAK drejt zbardhjes së kokave, kush janë prokurorët që hetojnë mashtrimin më të madh financiar që pas piramidave. Opozita shqiptare, përfaqësuesja e Komisionit Evropian Sigrid Bretel, kritika për zgjedhjet e 11 majit, u keqpërdor administrata, eurodeputet Beleri, Shqipëria në krizë të sundimit të ligjit dhe arrestimeve politike, rinumërimi kthehet në bumerang për të gjitha partitë, ja rezultatet për çdo forcë. Nga Igli Hasani, zgjerimi BE, zgjedhje strategjike për paqen. Këto e të tjera i gjeni në brendësi të gazetës Telegrafi. Vazhdoj me ditën. Si titull kryesor kjo gazetë ka si po u kthehemi bunkerve, atyre që prishën para 35 viteve duke mallkuar diktatorin, sot u jemi kthyer dhe kemi nisur t'i pastrojmë. Mbrojtja e vendit dje dhe sot përballë një situate gjeopolitike të pazakont. A duhet dhe a mundet Shqipëria t'i bëj funksional 168.000 bunkere dhe tunelet? Shqipëria strehon antar të organizatave opozitare iraniane MEK që shihet si armike nga regjimi i Teheranit. Kjo i ka futur vendin në një lloj radari të Iranit. Çfarë ndodh nëse konflikti Izrael-Iran përshkallëzohet? Çfarë po rezulton deri tani nga rinumërimi dhe a duhet të paguaj buxheti i shtetit faturën? Hulumtimi, a ka propagandë ruse në gjuhën shqipe? Çudia letër, Mediu të Gërdecit i kërkojnë emrat e 6 kongresmenëve që kanë firmosur për të. Vendimi i Hag, Shqipëria do të mbajë samitin e NATO-s 2027. Këto ishin disa nga titujt kryesor të gazetës Dita, si gjithmonë në fund Panorama Sport. Superiore, datat po skema jo. Federata e futbollit zbulon sezonin Final Four, mbetet në ajër. Elitarët dhe e para nisin kampionatin më 23 gusht, kategoria e dytë, 5 muaj pushim. Klubet do të vendosin për fatet e formatit. Transferimi, Daku donte 3.5 milion euro, reagon bosi Zenitit. Sulmuesi, Japonia tundon Hasanin, Ganxhu me ofertë zyrtare. Blut, Dinamo hap stesin për Berishën, Gjasula pengi firmës.
Panoramas. Zyrtare Tirana shkon bilir Halili plan për trajner big. Kampionët Egnatia kristalizon formacionin të Tova do zëvendësin e Fangajt. Zhvillimet Teutusi marrin stadiumin, Vllaznia kthehet në Shkodër. Flamurtari Vlora e pushtuar nga Osmanët, ikën turku vjen një tetovar. Shitje $10 miliard, Lakers ndryshon pronar. Botërori klubeve Bajreni për konfirmim Boca do revansh. Azzurrët prezantohet Gattuso, themi Italinë e madhe. Spanjë Mbappé në spital, Barça akord me Nico Williams. Angli prapaskena si Wirtz refuzoi Cityn për kampionët. Dhe me titull kryesor të gazetës Panorama Sport e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.